Me në fade e keq, Zoti u fatën e tjera. I njarë, me në shtri dorën e ngushëllimit, me në vetë hatrin për vlavën tonë. Valla edhe për vlavën tuaj, se pas këna pas bashkë. Vetë nuk e kam pas fatin me nej me lucën atë sa kanë nej vazën e tjerë, Nikola e Peri, vetën Majsi, Ljuca në Amerikë. Ljuca në Majsi e vetën Amerikë. Por praqë, sa njofta Ljucën, e dija se nuk ka me më rasti të i folën gazën, por kur nuk më shkon të dërmen, se do të bëjt kjo ditë e me i folë në federal në ditën e Vorrit. E për ta, do me më lypë falje se emocionet e bajnë të vetën. Falenderoj të gjithë ju që i këtu prezent. Falenderoj që tajnë me ne e kjetë pra nesh në ditën mash të jetës sot. Por ju jove të nësot, por shosh shumë të tyra këtu, që janë kanë edhe dranë, jetë prapë sot, por ju në theshi edhe kurite Ljuca i smund, ku të takoshim me ju në veçi, si poet, si munja tija, po manë ma mirë. Kjo fnera, që në ju va pleshim dazma në zime, në qese ku darë zënë e qefi ju. Falenderoj edhe ata që janë në pranë e sot e tash nuk janë të me ne, edhe ata i falenderoj për sortit, dhe të pleshim. Falenderoj të gjithë ata që jeron nga lartë, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Uqini, falenderim të veçantë, falenderoj djalin e Daris, Dot Martin Nikprenjaj, cili erë nga New Yorku, me evaluar në shmendin e vetë, pas faqen e bardë, i shala, i aftejë, zime, në shpijat e ti. Falenderoj të gjitha ata që në vetën hatrin përmes telefonave, e sidomos i numri madh nga diaspora. Falenderoj edhe shoqëria e Ljucës, të cilët nuk ishin të paktë. Vete kom pa Ljucën ka rrinë 20 vjeçarin, me 14 vjeçarin, me mocatar e ti, por edhe me 80 vjeçarin. Gjithë e doshin, e ne roshin, e respektoshin. Ashtë folë me shekuj, ditët edhe sot, ka më folë edhe nesër, se në këtë jetë, jemi vetë në mësafirit, e nuk marim gjamë e veti. Ashtu edhe Ljuca, nuk po merë gjamë e veti, por as nuk po lënë gjamë rapa. Ata që ka kjena me cekë, po lënë tjerëzit me gjithë tjerëzit që ka pas takim me ta.
me la do amanete, edhe na bisedohu se si e kite pa marrë merimin ma të bukur në jetën e tina. Unë i malsori kite pa thanë, jeto është gjatë e vdish shkollaj. Se pra tha, jetova gjatë 80 vjetë, edhe po vdes shkollaj, se po janë cilme çdo shëmir e ty e përparua. Ju këthej nuk se i tha, ti nuk ke ban qajre për veti, me u martua me këti jo familje, por po të rejsteret edhe ty, se ke jetua 20 vjetë në Amerikë, në për kafe e bare të Detroitit e të Tremikut, aty ku janë shah me baba e me nana, aty ku janë rak shplak e drushta, aty ku janë gjoj shishe e garrita, aty ku janë therë me thik e vrarë e gore, e me ty prej dhe nuk bani kush me gisht, as nuk kje si ata.